Një mbrojtje gala që i dha zë punës, vizionit dhe njerëzve që po e kthejnë Shkodrën çdo ditë më shumë në një destinacion të dëshiruar turistik u zhvillua në ambientet e teatrit Migjeni. Shkodra Tourism Awards, një nisëm me Gentian Ferhatit, eksperti i marketingut, medias dhe zhvillimit të imazhit turistik, u organizua në mbështetjen e Bashkisë Shkodër, duke vënë në qendër rolin e sipërmarrjes, inovacionit dhe bashkëpunimit institucional në zhvillimin e turizmit lokal. Sonte nuk jemi mbledhur thjesht për të ndarë çmime. Jemi këtu për të reflektuar mbi një rrugtim që për të festuar punën e bërë me përkushtim dhe për të motivuar një sektor që sot përfaqëson një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të Shkodrës. Vitet e fundit Shkodra ka ndjekur qartë trendet bashkëkohore të turizmit. Statistikat e frekuentimit tregojnë një rritje të qëndrueshme të vizitorëve vendas dhe të huaj. Një sinjal i fortë se qyteti ynë po fiton gjithnjë më shumë vëmendje dhe besim si destinacion serioz dhe konkurrues. Sonte është koha të festojmë të gjithë së bashku, të motivojmë njëri tjetrin, të duratokasim përpjekjen dhe jo vetëm suksesin. Sot Shkodra po kalon një moment e saj më të mira për sa i përket pozitivitetit, energjisë, investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Në 2022-shin kemi gjetë bashkinë me rreth 230.000 net fjetjet dhe vitit që mbyllëm me 560.000 net fjetjet. Instatet kanë nxjerrë Shkodrën dy nga qytetet më të rëndësishme dhe me rritje më të madhe për sa i përket numrit turistëve. Turizmi kemi ndarë në 3 shtylla kryesore për sa i përket vizionit, besoj se është e rëndësishme me nda me ju, dhe më nal pak tek puna që kemi ballë që do bëjmë për impaktin e investimeve që do ketë në industrinë e turizmit. Gjatë mbrëmjes u vlerësuan biznese dhe iniciativa që operojnë në fushën e turizmit, hotelerisë, kulinarisë, aventurës dhe inovacionit, hallka thelbësore të një qyteti që di të mirëpres dhe të ofrojë cilësi për vizitorët. Unë personalisht turizmin nuk e shoh thjesht si përmarrje dhe si bërim të ardhunash, e shoh si një lëvizje që mundet me bë bashk tan pjesët përbamëset një komuniteti dhe për me vu tanë lëvizje për të mirën e tij. E sidomos agroturizmi, sidomos në zonat rurale, që është pikërisht ky agroturizëm që besoj që ja ka zbardhë fytyrën Shqipërisë dhe i ka dhënë promovimin e jashtëzakonshëm në mediat ndërkombëtare dhe më globale. Shkodra është një portë e hapur ndaj eksperiencave të paharrueshme. Është shumë e vështirë që gjendet një turist, qoftë venas, qoftë bashkombas, qoftë edhe i huj, që të ketë ardhur një herë në Shkodër dhe të mos ketë dashur të kthye edhe një herë tjetër, minimumi edhe një herë tjetër. Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte ndarja e titullit të mirënjohjes për Universitetin e Shkodrës. Në fjalën e tij, rektori Tonin Gjura i vlerësoi jo vetëm këtë iniciativë, por edhe rrugën e qartë që Shkodra ka marrë drejt zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Tashmë Shkodra e ka të qartë identitetin e vet turistik. Dhe nuk mendoj që është e rastishme, nuk mendoj që është konjunkturale, por është një projekt i qartë. Dhe sinqerisht dëshiroj të falenderoj kryetarin e bashkisë zotin Beci, Bashkinë e Shkodrës dhe gjithë ju bizneset, të cilët përtej këndvështrimeve të ndryshme, përtej barrierave të ndryshme burokratike, megjithatë ja keni dalë dhe në fakt ky është zhvillim për Shkodrën, ky është zhvillim për Shqipërinë, ky është zhvillim për kombin shqiptar. Faleminderit shumë. Në total u ndan 30 çmime si shenjë mirënjohje për sipërmarrësit që investojnë me pasion, profesionistët që vendosin standarde të reja dhe ide që bëjnë Shkodrën më të vizitueshme, më të pëlqyeshme dhe më konkurruese në hartën turistike të vendit. Shkodra Tourism Awards u filmuai plot nga On Televizion dhe do të transmetohet në ditët në vijim.